Mjetet e rënda janë rikthyer në plazhin e Durrësit. Me përfundimin e sezonit veror, kanë rifilluar punimet e fazës së dytë të rehabilitimit të shëtitores bregdetare, një projekt i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që synon të transformojë të gjithë vijin e një ndër plazheve më të frekuentuara të vendit. Ndërhyrja aktuale është fokusuar në zgjerimin e brezit të rërës përgjatë gjithë shtrirjes së plazhit për krijuar një hapësirë më të gjerë rekreative për pushuesin sezonin e ardhshëm. Por ndërsa po vazhdojnë punimet, kanë nisur edhe polemikat. Antari i Këshillit Bashkiak të Durrësit, Jonuz Mushketa, ngre shqetësime mbi mënyrën e zbatimit të projektit dhe mungesës së elementeve mbrojtës. Ka hedhje inertes dhe mos respektim të kushteve të kontratës dhe të preventivave dhe të materialeve të cilat janë përdorur në këtë shëtitore. Nëse nuk vendosen dalë kthyesit, të cilët është një investim i projektuar në projektin fillestar, deti nuk ndalon, por ato çka merr është ligj natyre universal, të cilët ne vetëm të bindemi e rimerr përsëri. Mbushja e bregdetit me rërë nisi fillimisht në segmentin pranurës së Dajlanit, që për Dursakët njihet si Agipi. Sipas Mushketës, transformimi i kësaj zone ka ndryshuar jo vetëm pamjen, por edhe identitetin e saj historik dhe lidhet me projektin e shumë debatuar të Marinës së Durrësit, të njohur si investimi Alabar. Sot ka ndryshuar totalisht pasi gjitha pjesë bregdetit është mbushur me inerte për shkak të investimit galopant të qeverisë Rama në bashkëpunim me Alabarin, e them Tojza pasi më duket një emër thjesht i shkruar në letër. Kemi prona, kemi qytetarë që nuk kanë më memorje dhe ka një dashkësi për ta shndruar Durrësin në diçka tjetër e cila nuk i ngjan historisë së tij. Investimi me vlerë 365 milion lekë, por realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe financohet nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Në përfundim të punimeve, mbetet për të parë nëse rëra hedhur do të mund të rezistojë batisave dhe rreshjeve të shiut që karakterizojnë dimrin e Durrës.